Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndiheni i turpruar. Ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Ky është kuvendi i Republikës së Kosovës. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rëndëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit. Në fakt nuk doja të flesja, as nuk e kisha në plan, por po lidhe me Kekun, për këtu probleme fajtur kryesor jeni jo, pikërisht PDK-ja. Dhe ju PDK-ja nuk keni të drejtë e flesni për energjinë, po ju more e keni fol distribucionin. Hashim Thaçi e kanë nënshkruar me Hamovicin. Njazi Thaçi e kanë nënshkruar me Noën. Sami Lushtaku e ka vjel Kekun me sigurim privat miliona euro për lushtakët në emër të Kekut. Ju lutem, mos nëse ju një populli, me këtu qasje dhe me këtë mendësi do të pozicionoheni në opozit. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, ta tërheqë vërejtje. Po edhe po të lirohet, edhe nuk nuk ka kur farë kredibiliteti përballë figurës me çështjen të cilën është thirrë kryeministrit Kurti. Zoti Geci. Vazhdojmë me kundër replik, zonja Qitaku. Replik, 2 minuta. S'po di që me thonë se me thonë deputat nuk e meriton. Nuk kisha besu kur kryetare e kuvendit, deputat nderuar, që nga foltorja e kuvendit Republikës Kosovës vjen një lutje në formurime për dënim me burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndiheni i turpruar dhe lëvizja vetëvendosje, nëse nuk mendon si ju, mu tani. Ju ftoj juve si kryetare dhe shefen e grupit që të distancohet. Duhet t'ju vi turp. Jo, zoti Geci, nuk e merrni fjalën. Vazhdojmë me diskutimet e tjera. E para, ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Ky është kuvendi i Republikës së Kosovës dhe duhet sillen me përgjegjësi të plotë karshi deklaratave të cilat i dëgjuam sot zonja kryetare. Nuk mund pa e thënë para se ta them fjalën time që çfarë dëgjum sot, çfarë dëgjun qytetarët e Republikës është skandaloze. Dhe unë nuk besoj që kuvendi i Republikës guxon ta tolerojë një gjë të tillë. Pra, ne ditë më parë jemi unifikuar rreth një rezolute të përbashkët, pozit e opozit. E rezolut për të mbrojt vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat sot i dëgjojmë të cënuara nga një deputet i grupit juaj parlamentar. Dhe unë besoj që kjo këtu duhet të ndërprehet, nuk guxon që ky kuvend të shndërrohet në diskutime që i dëgjojmë në kuvendin e Serbisë. Besoj është e ditur për qytetarët qëndrimet e grupit parlamentar dhe televizjes vetëvendosje në lidhje me luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë publike, të qarta edhe qëndrojnë pas tyre. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rëndëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit.